Përshëndetje, unë jam Shpresa Banja, presidentja e Forumit të Gruas në Elbasan. Forumi i Gruas në Elbasan është duke aplikuar një projekt me titull Fuqizimi i grave të mbijetuara të dhunës në familje për t'i bërë ato më të pavarura. Është një projekt i shkurtër në fakt 4 mujor, që mbështetet financiarisht nga AVEN, që e përkthyer në shqip do të thotë rrjeti i fuqizimit të gruas në Shqipëri, dhe me mbështetjen financiare të ADAS, Agjencia për Zhvillim Austriake. Përveç gjërave të tjera që parashikon ky projekt, ka të planifikuar edhe 3 podcaste. Kemi menduar që në podcastin e parë të trajtojmë autorizimin që Ministria e Drejtësisë i ka dhënë Forumit të Gruas Elbasan, dhe jo vetëm, janë disa OJF në Shqipëri që Ministria e Drejtësisë i njeh për të afruar ndihmën juridike parsorë falas për njerëz në nevojë. Për këtë arsye, unë sot kam ftuar juristën e Forumit të Gruas Elbasan, zonjën Sojla Kurti, e cila t'i japi një informacion më të detajuar kush janë njerëzit në nevojë që përfitojnë nga një proces gjyqësor falas, ku siç edhe ju a thash, fazën e parë të këtij procesi e realizon Forumi i Gruas Elbasan, por jo vetëm, janë dhe disa OJF të tjera në Shqipëri, ndërsa fazën e dytë janë avokat të cilët janë të njohur gjithashtu nga Ministria e Drejtësisë për të vazhduar këtë proces gjyqësor. Ju lutem, zonja Sojla, mund t'jepni një informacion më të detajuar rreth këtij problemi. Pra kush janë konkretisht, të doja që t'i theksoje sipas ligjit të gjithë grupet që janë të përfshira të këtë nen të ligjit që përfitojnë këtë ndihmë juridike parsorë falas. Atëherë, shërbimi i ofrimit ndihmës juridike parsorë falas për gjithë personat që nuk kanë mundësi ekonomike të nisin një proces gjyqësor, Forumi i Gruas e ka ofruar që nga viti 2020 që kemi marrë autorizimin nga Ministria e Drejtësisë e deri më tani. Personat kategoritë e veçanta, personat që e përfitojnë direkt këtë ofrim shërbimi janë viktimat e dhunës në familje, viktimat e trafikimit, fëmijët e mitur, për të fëmijët në konflikt me ligjin, fëmijët në institucionet të kujdesit, personat me aftësi të kufizuar, të verbërit, janë të gjithë individët që marrin ndihmë ekonomike, si dhe për individ që kanë probleme me shëndetin mendor ose aftësi të tjera të kufizuara, e përfitojnë këtë ndihmë direkt vetëm me një vërtetim që i përkasin kësaj kategorie. Pastaj janë dhe individ të tjerë që nuk futen të kjo kategori, por që nuk kanë të ardhurat të mjaftueshme për të marrë një avokat privat. Ato duhet të dorëzojnë një sër dokumentash që të vërtetojnë që kanë të ardhurat të pakta. Duhet të vërtetojnë që nuk kanë vetëm një banesë, që nuk kanë makinë, që të ardhurat mujore që i kanë janë të pamjaftueshëm për të marrë një avokat privat, dhe disa kriteret të tjera që mund ta përfitojnë. Vetëm në gjykatën e Elbasanit aktualisht janë 13 avokat që më pas mbështeten nga shteti për të ndihmuar këto individ për të nisur procesin gjyqësor. Ne jemi tek ndihma juridike parsorë që ndihmojmë në dokumentacion dhe në përpilimin edhe në dorëzimin e kërkesës për të kërkuar avokat dhe të përjashtohen nga taksat. Më pas, mbasi aprovohet nga gjykata me vendim, ky vendim shkon tek dhoma avokatisë, dhe dhoma avokatisë cakton avokatin që do ta ndjek si proces. Kjo nuk bëhet fjalë vetëm për çështje familjare, është për çdo çështje gjyqësore që individi ka nevojë, si çështje pronësie, si çështje pensioni ose çështje të tjera që ka nevojë që vetëm që mund të zgjidhen vetëm në gjykatë. Mesatarisht që nga viti 2020 ne trajtojmë ofrojmë shërbimin ligjor rreth 15-20 raste në muaj. Këtu bëhet fjalë vetëm për gratë që Forumi ndihmon gjithmonë, gratë viktima të dhunës familje, po bën pjesë burra, djem dhe çdo individ që ka të ardhurat të kufizuar dhe përfiton nga ligji për ndihmën juridike parsorë. Duke qenë se në këtë është i përfshirë gjithë qarku i Elbasanit, Forumi i Gruas Elbasan ka marrë një vendim që një herë në muaj
avokatja dhe psikologja apo dhe punojësja sociale e Forumit Gruas do të bëjnë shërbimin lëvizës, çka do të thotë që do jenë në njërin nga bashkitë e qarkut Elbasan një herë në muaj. Kështu që do ju lutesha të gjithë njerëzve që janë duke na ndëgjuar në këtë moment, përveç se mund të hynë në përfaqen sociale, në media sociale të Forumit të Gruas Elbasan dhe mund të marrin më tepër informacion, në të interesohen pranë koordinatores vendore të dhunës në çdo bashki të qarkut Elbasan dhe të interesohen për datën, orën kur avokatja do jetë në qytetin e tyre për të shmangur në këtë mënyrë shpenzimet për të ardhur nga një bashki drejt Elbasanit apo dhe kohën që duhet. Mendojmë që në këtë mënyrë ne ju shërbejmë akoma më mirë personave që kanë nevojë për këtë shërbim. Besoj që informacioni që e vërtet i shkurtër, por i mjaftueshëm për të marrë këtë informacion, pasi më tutje ju mund të përdorni median sociale të Forumit Gruas, telefonat e Forumit Gruas për të lënë takime, për të ardhur apo për çdo informacion tjetër. Ju faleminderit.